Këto 3 shenja të horoskopit do të lullëzojnë në ekuinoksin e pranverës. Ekuinoksi i pranverës është tashmë i mbushur me energji pozitive. Ai shënon ditën e parë të stinës së ngrohtë kur çelin lulet dhe njerëzit dalin jashtë të gëzuar dhe duke lënë pas lodhjen dhe humorin e dimrit. Për disa shenja të horoskopit, këto ditë pritet të jenë edhe më të veçanta. Ekuinoksi i pranverës këtë vit ndodh të premte në 20 mars ku dielli ndodhet drejt për drejt mbi ekuador. Ky moment shënon një ekuilibër midis ditës dhe natës, ndërsa më pas ditët fillojnë të zgjaten në hemisferën veriore deri në solsticin e verës në qershor. Ky fenomen është njëkohësisht astronomik dhe astrologjik. Ai konsiderohet si dita e vitit të ri e zodiakut, pasi në këtë moment dielli hyn në shenjën e Dashit, duke rifilluar ciklin astrologjik dhe duke sjellë një periudhë me energji të re dhe fillime të reja. Mund të shihet si një moment rifreskimi dhe rivendosje. Për të shënuar këtë periudhë, shumë njerëz bëjnë pastrim pranveror dhe rifreskojnë garderobën duke zëvendësuar rrobat e dimrit me ato të stinës së ngrohtë. Është gjithashtu një moment i përshtatshëm për të organizuar takime shoqërore, për të shijuar ushqime sezonale dhe për të vendosur synime për muajt në vijim. Dashi. Sezoni i dashit është një periudhë kur kjo shenjë është në qendër të vëmendjes. Me hyrjen e diellit në këtë shenjë, fokusi bie tek identiteti dhe shprehja personale. Kjo periudhë lidhet me qartësi më të mëdha mendore dhe rritje të energjisë për të vepruar dhe për të ndjekur synimet. Është një moment i favorshëm për të vendosur qëllime, për të nisur projekte të reja dhe për të zgjeruar rrethin shoqëror dhe për të dalë më shpesh në takime apo aktivitete sociale. Energjia e kësaj periudhe nxit iniciativën dhe veprimin konkret, duke bërë të rëndësishme të mos mbetet vetëm në mendime, por të kalohet në veprim. Peshorja. Peshorja lidhet fort me marrëdhëniet dhe partneritetet dhe kjo periudhë sjell theks të shtuar në këtë fushë. Komunikimi bëhet më i qartë duke lehtësuar organizmin e takimeve dhe krijimin e lidhjeve të reja. Mund të ketë më shumë mundësi për kontakte romantike dhe sociale, si në jetën reale ashtu edhe nëpërmjet aplikacioneve. Kjo është një kohë e favorshme për të njohur njerëz të rinj, për të dalë më shpesh dhe për të eksploruar mundësi të ndryshme në marrëdhënie. Për ata që janë në një lidhje, rritet aftësia dhe lidhja emocionale, duke sjellë më shumë harmoni dhe momente më të këndshme së bashku. Peshqit përjetojnë një periudhë më të kthjellët mendërisht, pasi mjegulla mendore fillon të largohet dhe mendimet bëhen më të qarta. Kjo ndihmon në organizimin e jetës përditshme dhe veçanërisht në menaxhimin e situatave. Fokusi zhvendoset tek të ardhurat, buxheti dhe vlerat personale, duke nxitur interes për kursim dhe planifikim financiar. Kjo periudhë është e përshtatshme për të vendosur synime lidhur me karrierën dhe të ardhurat, si dhe për të kërkuar mundësi të reja. Është një moment i mirë për të komunikuar idetë, për të krijuar kontakte dhe për të përdorur qartësinë e fituar për të marrë hapa konkret drejt përmirësimit të situatës personale dhe profesionale.